Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër dhe motra të dashur në Islam. Para se të fillojmë, le të ndajmë se bashku këtë lutje. O Allah, ti qëndrikon zemrat, udhaho në mendimet dhe fjalët tona. Bëje këtë çdo moment i këtij video jetë një burim mensurie dhe afersi me ti. Amin. A e keni ngjeren do njëherë një lidhje kak të telle me dike sa ke fjalet duken të pamgjaftueshme për të përshkruar. Ki ngjengje ke takimi gjuaj ishte shkruar para se rruget të agjat e takoheshin. Kjo nuk është rastesi. Shte dora e Allahut ke vizaton konturet, e fatit tone mengje saktesi kue mengja njerëzore ka veshtire si ta kuptogje. Keto shpirtera kjegju shëngjestrojne. Ke lene nje shëngjet e pashlieshme në zemrën tuaj. A keni menduar ndonjëherë për kuptimin e tyre të vërtete? Allahu thotë në Kur'an. Dhe nga shëngjat e tij, ai krigjoi nga gju për gju. Bashkëshorte ku të jetoni me të në këtesi, dhe ai vuri mes jush dashuri dhe mëshire. Sura Ar-Rum, 30 ingjezete. Por kjo mensuri hijnore nuk aplikohet vetëm për marrëdhëniet martësore. Ajo ka të bëjë me tek gjitha shpirterat ke krijuesi ini i vendos në rrugën tone. Merrni një moment tani dhe mendoni për atë person ke. Pavarësisht sprovat, pavarësisht ndarjeve, kthehet vazhdimisht në jetën tuaj ose në mendimet tuaja. A është kjo vërtet një rastesi? Allahu nuk nas provon kurre pa arsye. Çdo prove është njeftëse për njohjen e vetes, për ngritje shpirtërore. Historia e profetit Musa, pakqa kofte e mbi te, na e meson kete, kur ai kërkoi nga Allahu. Me gjep një ndihmes nga familja ime, Haruni, velaj im. Rrit fukin e time për mes tij dhe bashku me misionin tim. Sura Taha, ores 20 e 23. Musa e kuptoi kete të vërtete themelore. Disa shpirtera dërgohen në jetën tonë për të na ndihmuar të realizojmë misionin tonë hijnor. Për të mbajtur bashkë me në barën e fatit tonë. Të gju, kush është ki person ke gju forkon? Ki pranike, edhe në kundërshtim, gju ndihmon të behni ata ke gjenit e destinuar të gjeni. Sa here keni të në lamtumire di kuqt, të bindur se ishte fundi. Per të pare të riktehaj në jetën tuaj, në mënyrën me të papritur. Një mesazh i papritur, një takim i rastasi shem, një e merë këdel në një bisede. Si per të thënë Allahu, nuk kam baruar ende. Profeti Muhammad na mesoi këtë të vërtete të telle. Ajo që është e destinuar për ty do të vijë, e të nëse është në një mal. Dhe ajo që nuk është e destinuar për ti do të largohet, edhe nëse është ndërduar. Ne shpesh luftojme kundër të pashmangshmes, për pikmi të forkodme ndargjet ke jane vetëm të përkoshme, ingjorëshme shëngjat ke Allahu i vendos në rrugën tone. Cëfare është distanca, përveç një ilusioni të shkisave tona të kufizuara. Shpirti nuk një as hapesire as kohe. Mendoni. Sa shume njerëz janë fizikisht të pranishëm por të munguar në zemrën tuaj. Dhe sa shume janë fizikisht të munguar, por jetojnë në mendjen dhe lutjet tuaja me intensitet. Du të gju tregoj historinë e një burri ka e donte një grua në fshehtesi. Qeta i ndau per vite, por që donate a i lutej per lumturën e saj. Një dite, gjate një udhetimi, rruget e tyre u takuan në një eksami. Një shikim i thjeshte i shkembir, një buzëkëshje, asgje me shume. Atenate, ai e pa në ender, duke u lutur për të siç ai lutej për te. Profetina premtoi. 7 persona do të gjenën në higjen e Allahut ditën kur nuk do të ketë higje, tjetër përveç hajjes së tij. Enderta, di persona që duhen për Allahun, mblidhen për te dhe ndahen për te. Dashuria nuk është gjithmonë ki rrugë trendafilash që poetet përshkruajnë. Ajo shpesh është një prove, një test i besimit dhe durimit tone. Me të vërtete, ne do të ju provojmë me pak frike, uri, hambje pasuri, jetesh dhe fritesh. Dhe shpal lajmë të mire per ata ke kanë durim. Sura Al-Baqara,
255. Këtu është historia e vërtetë e një gruaje të devotshme që kaloi një provë shkatërruese. Bota e saj po shembet rreth saj. U refuzua nga familja, përballur me varfërinë dhe ende nga burri që ajo donte. Por që donate, ajo në ngrinte duar për qiell dhe pesh periste. O Allah, nëse me sprovon me këtë dashuri, nuk është për të me shkatërruar, por për të me zbuluar mua vete. Ishte këshilluar të harroja, i thuhej se fati ishte vendosur. Por për gjigja e saj ishte një mençuri e ndryshme. Nëse Allahu me ka provuar me këtë dashuri, është se ai dëshiron të shohë nëse unë e kërkoj atë në te, apo në dëshirën time personale. Një nga gabimet tona me te medha është të ngatërrojmë dashurinë me egon toni të lënduar. Përgjigjuni këtyre pjesëve thelbësore. A është dashuria e vërtetë ajo që ju bën të vuani apo frika e humbjes? Po kërkoni të kuptoni mensurinë i Allahut apo thjesht të merrni atë që dëshiron zemra juaj? A jeni të gatshëm të pranoni se nëse ky person është i destinuar për ju, asgjë nuk do ta largojë. Të nëse nuk është, asnjë përpjekje nuk do të mbajë. Allahu na kujton në Kur'an. Mund të urreheni diçka, por ajo është e mire për ju. Dhe mund të doni diçka, por ajo është e keqe për ju. Allahu di, ndërsa ju nuk dini. Sura Al-Baqara, velimi di, numri di kind in 66. Përballë vështire si lidhese. Çfarë është reagimi juaj? Shumë do rrezohni pas pengesave të para, duke menduar se vështirësia do të thotë që nuk është shkruar. Por historia e Khadijes dhe profetit Muhammad na tregon se marrëdhëniet me të bukura janë ato që janë testuar nga sprovat dhe kanë mbështetuar përmes durimit dhe besimit në Allah. Dashuria e sinqertë nuk fshihet me kalimin e kohës. Ajo pastrohet si ari në zjarrin e provës. Si ta dini nëse një lidhje është shkruar në fatin tuaj. Gjapëse shenja që nuk gabojnë. Pakja e brendshme. Pavarësisht vështirësive, kjo lidhje ju shel një këtesi të pakarte. Përsëritshmëria. Ky person kthehet në jetën tuaj pavarësisht ndarjeve. Luçet e qëndrueshme. Vazhdoni të luteni për të, edhe kur është e munguar. Ëndrat. Ajo shfaqet në ëndrat tuaja në një mënyrë të rëndësishme dhe të përsëritur. Shpërblimi shpirtëror. Kjo lidhje ju afron me shumë me Allahun dhe ju frymëzon të beheni me të mire. Gjë vela me tregoi se pas shumë vitesh ndargjeje nga njemi ki familjarise, ai vazhdonte të bente dua për të sadonate. Një dite, kur ishte në vështirësi në një vend të huaj, kush erdhi për ta shpëtuar. Kimik që ai nuk e kishte pare për të qete vjet, por për të cilën nuk kishte pushuar kurrë se luturi. Allahu thota: Lutuni mua, unë do të ju përgjigjem. Sura Ghafir 46. Vëllezër dhe motra të dashur, nëse pas të gjitha këtyre reflektimeve, ende mendoni për këtë person, nëse zemra juaj refuzon të harroje pavarësisht përpjekjeve tuaja. Atëherë ndoshta Allahu ju kërkon jo të harroni, por të prisni, të kuptoni, të rriteni. Durimi nuk është mungesa e veprës, është një formë besimi në veprim. Para se të ndahemi, merrni një moment për të reflektuar. Kush është ky person që refuzon të largohet nga zemra juaj? Dhe çfarë mesimi po ju jep Allahu përmes kësaj lidhjeje? Mos harroni të abonoheni në kanalin tonë dhe të aktivizoni njoftimet për të mos hambur ndonjë nga kushtimet tona shpirtërore të ardhshme. Linin gjë subhanallah në koment për këtë video nëse ajo ka prekur zemrën tuaj të ndani atë me dikë që mund të ketë nevojë të dëgjojë këtë mesazh sot. Qofte Allahu ka udhazon zemrat tona për atë ka është me e mira për në këtë jetë dhe në botën të jetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.